Këtu tani do të marrim drejtimin për në Durrës, sepse dhe qyteti Durrësit, që është qyteti i dytë mbas Tiranës, ka një numër të konsiderueshëm mjetesh, të shikojmë edhe këtu se ç'bëhet me qarkullimin rrugor, si është rregulluar sinjalistik. Është e zbet komplet sinjalistika rrugore këtu nëse vini re. Ka shumë kohë që nuk është ripërtërir dhe unë mendoj se përbën një problem, sidomos për ata që nuk e njohin këtë rrugë. Këtu kemi një tabelë tipike që na tregon se jemi përpara një rreth rrotullimi. Kjo tabela, trekëndshme poshtë, na tregon që ne duhet të ndalojmë këtu, nuk kemi makina, do të hyjmë. Ky ka ndaluar në mënyrë skandaloze këtu dhe nuk e kuptoj qëllimin e tij. Shiko, ai donte të futesh prapë në krahun e majt. Këtu kemi hyrë në qytetin. Po hymë në qytetin e Durrësit, mendoj se sinjalistika vertikale ishte e plot, sinjalistika horizontale mungon absolutisht, nuk ka asnjë lloj vije, as të ndarjes karrexhatës, po jo ka një, që është shumë e zbet, por një vijë ndarje të kursive për të lëvizur ne, unë nuk po shikoj. Çfarë? Kjo bëhet shkak për një lëvizje të çrregullt të mjeteve. Mund të bëjmë dhe pyetjen, a duhet të ndalojnë këto mjetet të krahun e djathtë? Mund dhe nuk duhet. Pse? Sepse këtu nuk ka një vijë ndarse që do të jetë për parkim apo ndalohet parkimi. Të gjitha këto ne do t'i evidentojmë për t'ia bërë të qartë dhe endit kombëtar, endit të rrugëve në këtë sektor, nuk e di në kujt është, ndoshta është pjesë e bashkisë, dhe për të thënë, ju lutem, një kosto shumë e ulët është për ndarjen e kursive. Këtu kemi një sinjalistik me semafor, e cila teorikisht funksionon, po nëse vëre, lart e semaforët i kemi pak spostuar djathtas dhe janë të padukshëm. Ndoshta mund të rregullohet dhe nuk do ishte keq. Por ama shikoni ndarja e karrexhatës sa keq ndikon në lëvizjen e mjeteve. Shiko, kemi një çrregullim dhe jo një rregullim të vendosjes paralele, e cila sidomos për këto mjete kemi një motociklet në krahun e djathtë. Këtu fillon një vijë e zbehtë që ndan kursin e krahut të majt nga e djathta, por ama nuk e dim se ç'bëhet me ekstremin e krahut të djathtë, ku lëviz autobusi. Ka një vend qëndrimi autobusi vetëm kur u afruam afër, unë e vura re, sepse të tjerët nuk e vënë fare, po ndoshta duhet ishte shoqëruar dhe me një sinjalistik vertikale pra një stacion autobusi. Këtu duhet të jetë vend qëndrimi mjetesh, mbasi kanë ndaluar shumë mjete, por nuk do të ishte keq që kjo të saktësohej me një vijë të pandërprerë dhe të thuash, domethënë, parkim me shenjën P. Tani këtu kemi një sinjalistik që na ndalohet qëndrimi në krahun e djathtë bashkë me një dalje në rrugë jo kryesore, por mbas kësaj tabele kemi disa mjete përfshi dhe këto dy përpara, të cilave nuk ju lejohet. Këtu ka një vend qëndrim autobusi ku është shoqëruar dhe me tabelën, por ndoshta a duhet ishte vendosur një tabelë më përpara që kemi një vend qëndrimi autobusi dhe kujdes këmbësor? Sepse vend kalimi këmbësorëve ishte. Të lutem pak më ngadaltu, sepse ka një problematik të shkurtër. Ka tre tabela, ka tre tabela, një ecje majtas, një rreth rrotullim dhe një ecje drejt dhe djathtas. Unë mendoj se me vetëm tabelën rreth rrotullim, kjo ishte rregulluar, mendimi im, dhe këtu dhe kthimi djathtas do kishte vetëm një tabelë kthim djathtas. Këtu kanë humbur fare vend kalimet e këmbësorëve, kanë qenë dikur. Këtu nuk ndalohet qëndrimi mjeteve, megjithatë ne shikojmë mjete të ndaluara, gjithmonë në krahun tonë të djathtë, dhe ndërkohë këmbësor, të cilët dalin në rrugë me qetësinë më të madhe, por kanë të drejtë sepse nuk kanë vend kalimet e tyre. Ja, një kalim i thjesht, këmbësorësh, këtu ka semafor të cilët nuk punojnë, e di që nuk punojnë për një kohë të gjatë, dhe këtu duhet rregulluar trafiku vetëm me ndërgjegjen e drejtuesve të mjeteve, ku mjeti që na kaloi nuk zbatoi rregulloren sepse e kishim të drejtën ne të kalonin përpara tij, pra ai kalimin në krahun e djathtë. Mjetet të parkuara në krahun e djathtë, të cilat ndoshta janë në rregull sepse s'kishte sinjalistik më para. Kemi një tabelë që ka humbur nga pemët, që thot vetëm drejtimi detyruar, sepse këtu ndalohet kalimi në krah të djathtë. Drejtimi detyruar drejt, pra mendoj është vendosur drejt, por ama pemët nuk e linin.
një sinjalistik tjetër me semafore cila nuk punon, nuk më vjen mirë për një qytet kaq të madh të mos e ketë të sinjalistik, sepse këto janë kryqëzime të rëndësishme, ka një dënësi shumë të madhe, një mjet që ka ndaluar në mënyrë absolutisht gabim dhe nuk ka as drejtues mjeti, nuk e di. Mu përpara kryqëzimit, domethënë janë gabime të cilat nuk lejohen dhe policia rrugore e cila është në punë dhe një mjet që ka ndaluar. Problemi, ju lutem mbaj këtë furgonin që këtu, ka një problem, vazhdoj për kamerën, ka një problem. Ndalojnë mjetet, e kemi thënë dhe në emision, ndalojnë paralel me ato që ju lejohet vendqëndrimi, ndezin sinjalistikën e autostopit me cilin duan të thonë se kanë 1 minutë punë, por çdo rrinë më shumë se ç'duhet dhe ndërkohë kufizojnë njërin lëvizjet Karexhatës. Mendoj të kalojmë tash Majtas për të kaluar nga gjykata e rrethit gjyqësor Durrës. Këtu kemi një mini kryqëzim, duhet të kalojmë Majtas, çdo veprim është në rregull, nuk ka mjete në trafik. Këtu është një parkim që mua më duket normal. Pra, shikoni, ju lutem, tabela vendqëndrimi parkim, shumë e saktë, nuk e di pse kanë prishur. Nuk e di pse kanë prishur, sepse ne dhe ato që kemi të vendosur i prishim, ja dhe një mjet tjetër i cili i ka zënë njërin krah të Karexhatës dhe tani duhet bërë, duhet pritur derisa ai zotëria ose zonja të mbaroj punë. Bile që nga dhe brenda, arsye të di vetë për seri. Edhe në qytetin e Durrësit po vëmëre të njëjtat probleme që kemi evidentuar në Tiranë gjatë gjithë emisioneve, ku këmbësorët në rrugë Me ngarkesë për më tepër. nuk ka rëndësi fare, ku mjetet tjera ndalojnë. Tani ne jemi detyruar ta shkelim rregulloren, sepse ne duhet rinim mbrapa atia. Një mjet mu ke ato hedhjet të mbeturinave, ku nuk lejohet. Ka dhe një problem tjetër, neve bëjmë edhe manovra shumë. Për shembull, ky drejtuesi i mjeteve do kalojë nga krahun e Majt dhe vjen tashti ecën me sinjalin mbrapa, por ç'ndodh? Unë jam gjithmonë kundra këtyre veprimeve brenda Karexhatës, sepse mendoj më mirë të bëjmë 100 ose 200 metra në vazhdim dhe të kthehemi në një vend më të sigurt dhe të mos bëjmë pengesë për tjerët. Kjo zonja për shembull po mbaron të gjitha punët, duke hapur dyert, nuk ka asnjë problem fare, pavarësisht se është në krahun, ka ndaluar paralel. Tani do takohen dhe ato zonjat. Tani këtu problemi është që çfarë ndodh me ne? Pse duhet i bëjmë këto veprime? Asnjëherë nuk jemi brenda rregullave të qarkullimit rrugor. Pra e njëjta situatë edhe në Durrës, të cilin unë doja ta evidentonim, për të mos ndonjë vetëm brenda kuadrit të Tiranës, për arsye se edhe qytetet e tjera kanë të njëjtën lëvizshmëri dhe ka goxha në numër mjetësh. Sidomos, ndoshta në një të ardhmen dhe kohën e plazhit mund të ribëhet një emision kur vinë dhe shumë emigrantë dhe qarkullimi i qytetit e Durrësit rëndohet shumë. Këtu jemi përpara një kryqëzimi, një zone e cila është rregulluar me sinjalistik rrugore, ku vëmre një kthim i detyruar, ecje detyruar djathtas, një ndalim qëndrimi në dyja krahët, por kemi mjete të ndaluara. Vazhdon ky. Ka një tabel e cila ndalohet kalimi për gjitha mjetet. Por kur? Sepse shikojmë vetëm një orar 00. Pra ndoshta vetëm në orën 12 të natës duhet pyetur Bashkia e Durrësit. Këtu jemi në rrugën tregtare të famshme të Durrësit, është një rrugë me përmasa të mira dhe me vendqëndrimi, por kapi këtë krahun e Majt, një mjet i cili ka hapësirën e mjaftueshme ose ky mjet i krahun e djathtë për të parkuar mirë. Pse duhet të rinë me kënd dhe të rrezikojnë të nxjerrin pak makinën jashtë asaj pjese? Bile po ta shikonish me gjerësi të mjaftueshme. Nuk e kuptoj pse. Qofse nuk di të parkoj dhe kur ke vend dhe për 5-6 makina të tjera, atëherë nuk e di se ç'duhet të them me lejen e drejtimit. Ky është problem. Jo, po problemet këto janë për policinë e Durrësit, e cila duhet të qarkullojë dhe të mos rrinë në një vend dhe të evidentoj pikërisht këto probleme, të cilat janë, shiko, ne po i evidentojmë vetëm me një kalim dhe jemi kalimthi, sepse po të rrim aty me kamera mund të shikojmë. Shikoni këmbësorët në rrugë. E disa larg i kanë vijat e bardha. Ku kanë ekzistuar këtu, sepse këtu nuk ka tani më.
Pra dhe ky është një problem më vete. Këtu krahun e Majt tani. Jemi në atë që po i quaj Unaz të Durrësit, ku dhe vend qëndrimi për mjetet ka, por duhet shikojmë, kishte 2 tabela, 40 km/h dhe një kthes Majtat. Shumë mirë. Unë mendoj se të dyja plotëson njëra tjetrën, pikërisht 40 km/h sepse jemi brenda qendrave të banuara dhe u rikujtojmë dhe njëherë drejtuesve të mjeteve, ndërkohë dhe kthesën Majtas për të paralajmëruar ndonjë veprim të mundshëm të mjetit. Shiko sa keq ka ndaluar ky mjeti, është absolutisht në shkelje të kodit rrugor, në krahun e Majt me drejtim përpara ku nuk lejohet. Shiko, një situatë tipike shqiptare ku njëri ka zënë vendin. Shiko, ky tani nuk e di çfarë do bëj. 1, 2, 3. 3 makina, njëra mbas tjetrës, duhet kalojmë në të katërtën. Dhe kjo zonjë ose zinjush nuk ka ndezë asnjë sinjal dhe rruga këtu është shumë e dëmtuar. Kjo është një thirrje për Bashkinë e Durrësit, ju lutem merrni masa, sezoni veror po afron, të paktën ta rregullojmë sepse nuk i takon një qyteti të tillë domethënë ta ketë rrugën me këto defekte të rënda, mendoj. Prap dhe këtu është sëmundja e Tiranës. Parkimi dysh, ndoshta kemi thënë për mungesë të parkimeve, po nuk është detyra jonë për të përcaktuar se ku dhe si duhen bërë parkimet. Një mjet që na futet në krahun e djathtë të rrugës, pa ndezur sinjalin fare, nuk ka asnjë problem, po normalisht e kuptoj që neve jemi me shpejtësi të kufizuar dhe jemi përsëri brenda, po themi Unazës, po e quaj të Durrësit, dhe një mjet i ngarkuar ka pas hapësirën e... Shiko, kemi një vend kalimi këmbësorësh ku mungojnë vijat e bardha të vend kalimit këmbësorëve. Tabela është e vendosur, mendoj se duhet kënë qenë dikur, po këtu është problemi me këto gjëra të cilat ndikojnë drejt për drejti në aksidentet rrugore dhe në jetën tonë, mendoj se më shumë duhet ketë një përkushtim nga ana e bashkive, policisë rrugore, sigurisë rrugore, nuk e di. Dhe ajo thirrje që bën pak më përpara, bashkia ka dëgjuar si duket dhe kanë filluar të mbushin gropat në krahun tjetër, ose edhe në krahun tonë që jemi ne, por kam një vretje dhe kjo është e lidhur me atë njohjen time. E para, nuk është zbatuar asnjë rregull që do bëjnë punime në rrugë. Pra ai punëtori po shtronte asfaltin atë grop të vogël, ishte absolutisht i pambrojtur. Fal dashamirësisë së drejtuesve të mjeteve në këtë moment, sepse nëse ndonjëri do të kishte, kur themin edhe punë, dhe ishte me shpejtësi, mund ta merrte përpara dhe ai ishte absolutisht i pambrojtur. Por këtu është faji i firmës e cila i ka të punësuar këta punëtor. Një këmbësor që po kalon ke vijat e bardha, ku ishin zbehur dhe ato po të paktën dukeshin. Një drejtues mjetësh, të lutem, ka me këtë motocikletën, e ka kaskën, por e ka të timoni. Për ton ta vendosin në kokë, thjesht për të siguruar, po unë mendoj që ky nuk ka asnjë lloj sinjalistike mbrapa. Më vjen shumë keq se si ky mjet qarkullon dhe në mes të një qyteti në Republikën e Shqipërisë. Asnjë lloj nuk bëhet fjala as për targ, as sinjalistik, as nëse ai vë këmbën në frena, ju lutem, kush mund ta kuptojë se ai do ndaloj. Pra është një problem dhe motociklistat të cilët nuk i mbajnë kaskat, një kthim në krahun e Majt që u bë brenda rregullave. Pra ky mjeti nuk duhet ta paragjykoj drejtuesin e tij, por ja, përpara kemi një polic rrugor që ka parkuar mjetin e tij. A mund ta shikoj ta ndaloj këtë? Natyrisht jo. Natyrisht jo. Një këmbësor që i ka shumë afër vijat e bardha dhe përsëri nuk kalon. Nuk mundet. Ja ku është polici rrugor, ky mjeti do t'i kalojë përpara, ju lutem, përpara, dhe polici natyrisht që nuk e shikon, po dhe po ta shikonte, t'jeni sigurt që s'do të ndalonte. Tani dolëm nga qyteti i Durrësit dhe po futemi në krahun tjetër të
pjesës dalse, kjo është dhe kjo një rrugë interurbane dytësore, kjo është rrugë urbane dytësore, sepse është brenda qytetit të Durrësit. Ka një sinjalistik për ndalim qëndrimi në krahun e djathtë, por natyrisht ka mjetës si gjithmonë që ndalojnë. Këto kazanët e plerave nuk do të ishte e keq sepse hapësirë ka të futeshin pak më brenda në atë, dhe kjo korsia të ishte për ndaluar mjetet ose jo. Por nuk e kuptova përse ndaloheshin mjetet aty pak më tutje, sepse kishte vend edhe për parkim, mendoj. Këtu jemi përpara semaforëve, të cilët natyrisht që funksionojnë në rregull. E vetmja vrejtje është përsërisë edhe krahu tjetër ka humbur absolutisht sinjalistika horizontale, e cila unë mendoj se duhet ishte e kompletuar. Ja dhe një mjet i cili shiko sa është futur brenda në krahun e majt dhe u fut bile. Këto janë manovra shumë të rrezikshme, është mirë të mos bëjnë asnjëherë. Aty do t'i hapesh sinjalit tamam për t'u kthyer në drejtimin e vet dhe nuk kish pse rrezikonte. Po të vjetre, pikërisht mungesa e sinjalistikës horizontale bëhet shkak për një mos renditje të mjeteve nga krahu në dy korsit, të majta, të djatha dhe ndoshta ajo vendqëndrimi për mjetet e tjera. Ato që ne quajmë kaos. Që është ndodh rëndon në Republikën tonë, ku të gjitha ligjet e kam saktësuar. Ligjet i kemi shumë të mira, problemi jonë është që nuk i zbatojmë. Ja dhe tabela tipike e ulje shpejtësi dhe marrje masave përpara se sa të vinë në një rreth rrotullim. Por ne do vazhdojmë drejt. Me qenë se ne kemi drejtimin majtas, duhet ndezim tani sinjalin majtas, për t'ju thënë dhe mjeteve të tjera mbrapa, që do të marrim drejtimin për në Tiranë. Dhe vim përpara një rreth rrotullimi tjetër. Ja, mjeti që është para ne, shiko, e ka ndezur me shumë vonesë që do të futet në drejtimin tonë. Tani, jemi përpara një rreth rrotullimi. Ky po bën një gabim shumë të madh. Ky nuk duhet ndalonte absolutisht. Në një rreth rrotullim ka ligje dhe rregulla të përcaktuara. Ky nuk e di drejtimin e rrugës. Shiko, ky drejtuesi i mjetit bëri disa gabime njëra mbas tjetrës. Ai nuk duhet ndalonte, duhet vazhdonte rrugën. Ka tabelë që ndalohet kalimi në këtë drejtim. Ky nuk e ka të qartë, nuk di rrugën, por ndoshta kjo lidhet dhe me një sinjalistik të munguar për shkak të daljeve dhe hyrjeve në këtë kryqëzim. Tani hym përsëri në rrugën interurbane kryesore, Durrës-Tiranë tani më, ku shikojmë që mungon sinjalistika bazë ose duhet jetë diçka më vonë, ta kontrollojmë mirë deri tek mbikalimi i parë. Për sa i përket asaj shpejtësie e lëvizjes në këtë aks rrugor, sa duhet jetë. Pra të jetë e paralajmëruar për gjithë drejtuesit e mjeteve. Ishte një tabelë e cila na tregon një rrugë, një kryqëzim me rrugë jo kryesore të djathtas. Tani, shikoj një tabelë ndalohet qëndrimi në të djathtë dhe në të majtë. Kujt i shërben kjo? Ndoshta i shërben karburantit, pikës sepse rrugës absolutisht nuk i shërben. Por ajo tabelë është e tepërt, mendoj, sidomos në këtë situatë. Nuk ka vend fare. Pra atje ku duhet themi duhet vendosen ato sipas rregullave, të tepërtat është mirë të hiqen, sepse thjesht ngatrojnë dhe nuk ndihmojnë në punë. Po, pikërisht kisha të drejtë, mbas këtij, shiko këto këmbësorët në rrugë, një gabim i cili tani, një tabel 60 km/h, ju lutem, kujt i shërben kjo tabel? Përse unë duhet të eci 60 km/h në këtë, pra entit kombëtar, ose ati që është marrë me këtë, është një gabim shumë i madh. Pse duhet ulesh 60? Kush është arsyeja? Për të dalë nga kjo, unë që do të dalë, do ta ul shpejtësinë, por unë që do vazhdoj drejt, nuk kam pse ul. Pra, e kemi thënë, atje ku duhet është mirë të vendoset, dhe atje ku vendoset e tepërt, është mirë që të rregullohet. Ky mjeti do të futet në korsinë e krahut të majt dhe ne do t'ja hapim rrugën me brenda të gjitha rregullave. Pra, çdo veprim
dhe nga mjetet që kishin përpara dhe nga drejtuesi i mjetit ton, u kryen veprimet në rregull. Ndërkohë, dua të përsëris edhe një herë, për sa i përket sinjalistikës që ishte vendosur 60 km/h. Ajo është e vlefshme vetëm për ata që do të futeshin në krahun e djathtë. Por ajo nuk ishte e detyrueshme të vendosësh aty. Mjafton një tabel kalim në krahun e djathtë dhe të thuash ku do shkoj dhe atëherë do të ishin brenda rregullave. Aty duhet të kishte një tabel, për shembull, kujdes, dalje në krahun e djathtë, unë mendoj. Kujdes, por absolutisht për ne që do ikim drejt, përse duhet më kufizoj mua? Përse duhet më kufizoj? Dhe ndërkohë, për mjetet e tjera, sepse duke ecur me shpejtësinë e lejuar unë, mjeti tjetër që do të dali, nuk ka pse të rrezikoj, ai do presë sa të ikë unë do dali. Por unë nëse jam me 60, ul shpejtësinë, bëhet më e vështirë, po. Kemi dhe policia rrugore përpara, e cila ka ndaluar një mjet dhe unë mendoj se duhet ta kishte spostuar pak në të djathtë, më shumë, sepse ai mjeti ka ndaluar pothuajse ke vija. Dhe po të vini re, ka dhe një kënd të lehtë, por është tani. Po kjo policia rrugore nuk do të ishte keq, që të shikonte edhe pak më përpara një mjet i cili ka ndaluar në rrugë ku po zbret këmbësor. Dhe hyri në rrugë, po natyrisht pa ndezur fare sinjale. Pra, dhe vetë policia rrugore do t'ishte mirë që kur t'i ndalojnë mjetet për verifikimet e duhura, të hapi krahun komplet ose të gjejë një vend më të mirë. Sepse ka mundësira të shumta dhe kjo në vijim të praktikës europiane ku janë vende të caktuara për t'i ndaluar mjetet dhe për të bërë gjithë verifikimet e mundshme.